Kandidatët për deputet në njësinë e 6 zgjedhore nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë gjatë ditës së sotme kanë realizuar takime të ndryshme me qytetarët e Tetovës për t'i njoftuar ata me disa pjesë të programit që ofron Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë për një Maqedoni më të mirë. Воедно сакаме да ја искористиме и можноста тука на граѓаните. Gjithashtu, programi i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë ofron zgjidhje për të gjitha problemet e qytetarëve, gjithsesi të bashkëqytetarëve të mi këtu në Tetovë dhe në të gjithë Maqedoninë. Plan ky që ofron perspektivë për të rinjtë dhe punëtorët, me qëllim që ata të mos emigrojnë, por të qëndrojnë dhe të punojnë këtu në Maqedoni. Ne garantojmë paga më të larta për qytetarët. Gjithashtu, parat do t'u kthejmë qytetarëve. Do t'i ulim shpenzimet, kështu që qytetarët do të kenë buxhet më të lartë. Për qytetarët do vendosim kontroll mbi qeverinë dhe do të ketë drejtësi për të gjithë. Kandidatja shqiptare nga radhët e Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë për njësinë e 6 zgjedhore, Gjylimsere Kasapi, nënvizoi se programi i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë garanton parazi për të gjithë qytetarët pa dallime etnike, racore dhe fetare. Ofrojmë garancione për një jetë më të mirë, për barabartësi qytetare, pa marrë parasysh përkatësia etnike, religjioze dhe të tjerë. Pollogu është vend, region rural dhe do të kisha thënë se për bujqit garantojmë masa jashtëzakonisht të fuqishme për ta përmirësuar standardin e tyre në punën e tyre. Ndryshe, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë tubimin e radhës e mban sonte në Tetovë me fillim në orën 19, ku krerët e këtij subjekti politik do të shpalosin programin për zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2016.